Kanë kaluar 7 ditë nga certifikimi I rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, por ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ende nuk e ka caktuar datën e seancës konstituive të kuvendit. Kjo e fundit thot se e njëjta do të thirret brenda afatit kushtetues. Por nga Instituti Demokratik I Kosovës thonë se nuk ka arsye që ky proces të vonohet dhe I bëjnë thirrje Haxhiut që në konsultim me subjektet politike ta thëra sa më parë seancën. Ne kemi kërku, do të thotë që pavarësisht që jemi ende brenda afatit traditor, afatit kushtetues që ekziston, që kjo seancë edhe të mbahet, por edhe të përfundohet. Ne mendojmë që ushtruesja e detyrës tashmë kur kanë kaluar 8 ditë nuk ka asnjë arsye që ta vanoj edhe më tepër caktimin e datës së mbartjes së kësaj seance. Sipas Bugaçkut, vendi ka nevojë urgjente për një kuvend funksional pasi mungesa e tij po ndikon në mbikëqyrjen e qeverisë dhe në proceset legjislative. E para është ju e dini që kemi një qeveri në detyrë e cila fare nuk I përgjigjet, do thotë nuk raporton dhe nuk mbikëqyret nga kuvendi. Po ashtu kemi një mori marrëveshjesh ndërkombëtare nga plani I rritjes të cilat të presin ratifikim, por ka edhe një mori tjetër, një mori të proceseve të tjera që përfshin shumë reforma në sektor të ndryshëm, në ekonominë, arsim e shëndetësi. Analisti politik Albinot Maloku vlerëson se përveç respektimit të afateve kushtetuese, partitë politike duhet të arrijnë edhe një marrëveshje që do ta lehtësonte formimin e institucioneve dhe do të shmangte krizat e reja. Tani e rekomandueshme ka qenë që të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse si raport mes subjekte politike, konkretisht Mallit, Pasportit Zgjedhor dhe njërit nga të tjerët, në mënyrë që mos kemi problematika në zgjedhjen e shefit shtetit. Kjo kishte më qenë shumë e rekomandueshme. Në anën tjetër, afatet ligjore në kuptimin e asaj si procedurë, kuvendi mund të mblidhej në rastin e parë pa asnjë problem. Mirë po çështja është që të kemi këtë marrëveshje e cila do të ishte jo penguese për zgjedhjen e shefit shtetit. Për takime të reja e konsultime me liderët e partive tjera, u pyet kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë të mërkurës, por I njëjti I shmangi gazetarët. Kryeministri, kur pritet të ftohen partit tjera për këtu jemi Sipas kushtetutës, seanca konstituive duhet të mbahet brenda 30 ditëve nga certifikimi I rezultateve zgjedhore. Pas konstituimit të kuvendit duhet të zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë së re dhe proceseve të tjera kushtetuese.